Shikuesora News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Masat e ftohta sjellin rebeshë shiu, breshër dhe stuhi kryesisht në pjesën e Europës qendrore, ndërsa Balltiku dhe zonat e izoluara të Ballkanit do të mbeten me reshje afat shkurtra. Pjesa tjetër e kontinentit dominohet nga moti i kthjellët. Njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, moti i kthjellët dhe i ngrohtë paraqitet kryesisht në zonat bregdetare edhe në ulësirë, ndërsa në zonat veriglindore dhe juglindore ka verancira me mundësi të pakta për reshje. Temperaturat do luhaten nga 5 deri në 27 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 40 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare një ball. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rëndë Europës për ditën e nesërme. Pjesa e Europës veriore dhe Balltiku vijojnë me reshje dhe era të forta, ndërsa Alpet me rebeshë afat shkurtra. Pjesa më e madhe e Europës do të mbetet në mot të qëndrueshëm dhe temperatura të larta, sidomos zona e Ballkanit dhe Mesdheut. Njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, paraditja pritet me kthjellime dhe verancira të pakta, ndërsa pasditja sjell reshje kryesisht në gjysmën lindore të vendit. Temperaturat do luhaten nga 6 deri në 29 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend dhe Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.